Mirdita, jemi në datën 5 qershor 2026. Po bëj një video të shkurtër live këtu në Facebook, pastaj do ta ngarkoj në kanalin YouTube. Nesër në orën 5 mbasdite, pra ditën e shtunë, jemi përpara ambasadës shqiptare këtu në Romë. Praftojmë gjithë shqiptarët që janë në Itali, kush të ketë mundësi të vijë, të jemi sa më shumë, të ngrejmë zërin. Motivet e protestës janë shumë të qarta. Po të vini re, në Shqipëri njerëzit janë ndarë në dy grupe. Është një grup shumë i vogël, i cili është grupi të privilegjuarve të këtyre 35 vjetëve, të cilët janë pasuruar mbi kurrizin e tjerëve. Janë njerëzit që të pangopur, me atë babzin e pa kufizuar, që ju ka shërbyer të huajve, ju ka shërbyer bankierve, ju ka shërbyer këtyre gjarprinjve, këtyre miliarderëve ndërkombëtar. Neve do bëjmë një dy pyetje të thjeshta, se keni parasysh akuzojnë manifestuesit në Tiranë, ju thonë që juve akoma nuk dini të bëni një përfaqësi, sepse s'ka niveli është në ato pallatet e qeverisë, të profesorëve, të universiteteve, të këtyre tash quajturve intelektual, duhen njerëz shumë të përgatitur, etj, një përfaqësi e cila domethënë kjo protestë pas e do mbarojë dhe gjërat me kërkut çfarë do ndryshojnë, çfarë do fitojnë këta, asnjë me fjalë. Kjo bëhet dhe sulmohet protesta, pas sulmohen njerëzit që manifestojnë. Na intereson natyrisht edhe kush janë organizatorët. Dhe duam që organizatorët të shkojnë në drejtimin e duhur të kësaj proteste, që organizatorët i përgjigjen protestës. Natyrisht aty ka shumë probleme në Tiranë. Sot me fjalë këto të privilegjuarit, shtypësit, këto mercenarët e perëndimit e miliardarëve bëjnë kundër protestën në Vlorë, pra të kundër mitinga, apo kundër, si ta quash, kundër protestën. Edhe sipas mendimit tim kjo do ta ndezi edhe më shumë zemërimin e njerëzve. Pra jemi ndarë tashmë, ata janë ata dhe ne jemi ne. Ata janë një 5%, që ne jemi të paktën 95%. Kështu është ndarë Shqipëria sot. Në të cilën ata vendosin ligje për neve, duhet të na grapisin, duhet të na varfrojnë, duhet të na shkatrojnë, të na largojnë, etj, ne po i përgjigjemi këtij shkatërrimi që ata e kanë projektuar, e kanë vënë në zbatim që në vitin 1990. Me ndihmën kryesisht protagoniste e huaj, kryesisht janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë amerikanët, janë italianët, janë gjermanët, janë holandezët, janë gjithë vampirët internacional, të cilët bëjmë propagandë sikur po i zhvillojnë Shqipërinë. Ne dy pyetje fare të thjeshta do bëjmë nesër përpara ambasadës. Për sa i përket këtij problemi që lindi me pronat dhe me turizmin në Shqipëri. Me këtë investimin që bëjnë këto miliarderët, investitor strategjik apo investitor serioz, siç i quan ky kriminali Edi Rama, apo kriminal të tjerë si Sali Berisha, etj, se ajo kanë bërë listën. Ju kanë bërë një listë, një 7 kriminal kryesor, kanë vendosur Edi Rama natyrisht parin, Sali Berisha. Të dytin, të tretin kanë vendosur Kreshnik Spahiun, të katërtin keni Blendi Ferziun, të pestin Grida Dumën, të gjashtin Marin Memën, të shtatin Spartak Gjelën dhe plotësojnë vetë listën. Pra njerëzve që kanë dëmtuar më shumë gjatë tyre 35 vjetëve për të shkatëruar, për të varfëruar gjithë njerëzit, për të detyruar që të largohen nga Shqipëria. Çfarë fitojmë neve nga këto miliarderë? Kjo është pyetja jonë. Këto na thonë që do bën investime me 1 miliard, 3 miliard, 4 miliard, 5 miliard etj. Çfarë fiton populli? Kjo është pyetja që bëhet. Çfarë fitojnë pensionistët? Çfarë fitojnë njerëzit që punojnë? Ne shohim që këto investime sa më shumë bëhen, sjellin më shumë varfëri. Pra për këtë ngrihemi. Sepse shohim që këta miliarderë, ata që thonë është zhvilluar Shqipëria, se kanë hyrë kaq miliard këtu, do vinë kaq milion nga Europa, kaq do vinë andej, kaq andej, ne shohim që jeta e njerëzve, 95% njerëzve, vetëm varfrohet, vetëm shkatrohet. Pra shohim që kanë paga më të ulta dhe shfrytëzim më të lartë, me çmimet e kosto jetesës që rritet shumë më tepër se sa të ardhurat që kanë njerëzit. Pra ku janë këto fitime nga turizmi?
Çfarë fitojnë njerëzit? Pra këtë shtrojmë, se këta duan të bëjnë qendra për epshet e tyre seksuale, që ta shndërrojnë me fjallat, ta shndërrojnë vendin tonë tamam në hotele për qefet e tyre, dhe në burgje për emigrantët në Shëngjin dhe në Gjadër, ku bëhet aty, burgje për emigrantë që vinë nga Afrika, vinë nga Azia, që drejtojnë për në Europë, pra Shqipëria po shndërrohet kështu. Ne nuk shtrojmë problemin a është zhvilluar Shqipëria, ne themi a janë zhvilluar shqiptarët, është tjetër gjë. Sepse me këta lozin, me këtë mashtrojnë këta, Shqipëria ka ecur, dhe na tregojnë gradatçeldat. Shqipëria ka ecur, unë them shqiptarët sa kanë ecur. Shqiptarët kanë ecur do të thotë se sa mundësi kanë sot jetojnë reale. Sa paguen kur punojnë, sa pension marrin, sa asistencë marrin kur ata nuk punojnë, sepse ka papunësi, sa pension invaliditeti marrin njerëzit invalid, e tjera, në raport me çmimet, me koston e jetesës, e cila rritet shumë më tepër. Pra çfarë po sill ky turizm? Dhe na shpikin lloj teorish tani është greku që po sulmon sepse është konkurrenca, sepse këtu do bëhet qendra turistike më e madhe e Europës, se bosora kisse ne frega. Sepse këta duan të bëjnë turizma, kisse ne frega. Or çfarë po fitojmë neve nga këto turizma? Po shkatërrohet ambienti, nga këto hidrocentrale që bëhen, nga gjithë investimet e huaja, por dhe të vendit që janë rreshtuar sipas këtyre rregullit të investimeve të huaja. Edhe këta vampirët tanë të brendshëm, që shtypin, shfrytëzojnë dhe pasurohen, dhe është krijuar një paparazi, një diferencë shumë e madhe. Pra 95% e popullit mezi habuk për të ngrihemi nesër, dalin përpara ambasadës. Kjo është ajo që duam të bëjmë neve në këto momente. Ne shpresojmë që nesër të na përgjigjen emigrantët këtu, ta kuptojmë me fjalë. Ne jemi kundër të gjithëve. Kundër të gjithë vampirëve, të gjithë gjarprinjve, gjithë shërptorëve. Ja u thash ato listën me 7 emra, bëni sa doni. Që nga mediat që janë më qelpsirat, më rrugatshët që domethënë më pleherat. Marin Mema është një pleher e vërtet, një pleher nacionaliste, një pleher e gjuhësisë gjoja, për të spostuar vëmendjen e njerëzit të thonë është patriot. Nuk janë pleherat, nuk janë patriot, janë plehera. Patriot jemi ne që ndihmojmë shqiptarët, që duam shqiptarët. Ta bëjnë sigur duan Shqipërinë, pa e shkatërrojnë. Futin investitaj, Kreshnik Spaiu e tjera me Aleancën Kuqezi. Ti largojmë këta pleherat përfundimisht ti largojmë. Këta po bëjnë pamundur ta prishin manifestimin në Shqipëri. Unë them mos u dorëzoni, mos u largoni, rezistoni, duroni, kini durim. Qofse ata do ta ndërpresin në Shqipëri, do vim ne që nga Roma t'ju bëjmë thirrje njerëzve të rikthehen përsëri në shesh dhe ta vazhdojmë këtë deri në fund. Ta vazhdojmë deri në fund, derisa plerat t'i çojmë aty ku e meritojnë. Që të gjithë, që nga qeveritarët, parlamentarët, politikanët të gjithë, të mediave dhe vampirët e bizneseve shqiptare, të cilët ju janë bashkuar këtyre intereseve gjarprinjve, të miliarderëve ndërkombëtar, të cilët e përsëris dhe një vinë për qefet e tyre, për epshet seksuale të tyre aty, na varfrojnë neve, na largojnë ne, varfrojnë njerëzit tanë në Shqipëri, shkatërrojnë ambientin, shkatërrojnë gjithçka, dhe na thonë se Shqipëria po zhvillohet dhe po bëhet me mira në Ballkan për turizmin e kujtun e tjetër. Çfarë fitojmë ne? Ne fitojmë duke i larguar këta, duke ju prerë rrugën këtyre vampirëve, spekulatorëve, që kanë filluar nga George Soros në 1992 apo kur ka ardhur, të tjerë se nuk është vetëm George Soros. Gjithë pra, këtu problemi është Amerika, Gjermania, Anglia, është Europa e perëndimit, që mafia italiane që pruri lumbin më të poshtër të perëndimit e pruri në Shqipëri dhe na shkatërroi në shqiptarët. Për këtë bëhet manifestimi. Nesër ju pres në orën 5 pasdite përpara ambasadës shqiptare këtu në Rom. Sa më shumë të jemi, aq më mirë është. Dhe ju bëjmë thirrje aty në Tiranë të mos përçahen, të mos lodhen, manifestuesve. Ta do bëjnë të pamundur, thash, do fusin organizator, do ju flasin për Skënderbeun aty në Përsheshe, do ju flasin për Nën Terezën, do ju flasin për gjakun shqiptar, do ju flasin për shqiptarin në Shekuj që ka luftuar kundër këtyre hordhive turke, e ka hedhur italian në det e kujtun, lloj nga këto budallallëqet, për t'ju mbushur trurin me këtë që të harroni se kush është problemi. Problemi jonë është fare konkret. Ne bëjmë dy llogaritje.
themi çfarë fitojmë dhe çfarë humbasim. Dhe po shohim që vetëm po humbasim nga gjitha këto që këta na i quajnë zhvillim. Ne po shkatërrohemi, po humbasim dhe duhem t'i vëmë një freng të shkatërimit dhe përsëris dhe njerë gjithë plerat e medjave, të politikës, të biznesit shqiptar që i ka varfru shqiptarët, ne duhet t'i çojmë aty ku kanë vendin. Dhe që të rifilloj jeta në një mënyrë, domethënë më të barabartë, me dinjitet. Ju pres nesër në këtu për ambasadës, ora 15:00. Ju lutemi sa më shumë njerëz, përhapini këto video. Përhapini se është të mirën e të gjithëve. Nuk kemi interes në interes personal, nuk na intereson fare. Do vim në Tiranë për të çliruar. Që nga Roma është qendër shumë e rëndësishme. Se këtu bëhen ato pislloqet, pazaret e qelbura, këtu në Itali bëhen. Italia është vendi kryesor që ka mbytur emigrantët në det në Otranto për t'i ulur. Për t'ia ulur kokën dhe ai thotë motra e madhe, thot ai Edi Rama, për Italinë. Italia chiama Albania c'è. Italia chiama Albania c'è, thot. Ka do fshimi ditë të mbarë, takojmë nesër. Miru pafshim.